Ajo u betua me zë të lartë se nuk do ta shite më kurrë. Zëri i saj dridhej ndërsa firmoste dokumentet e divorcit, sikur çdo shkronjë të ishte një plagë e re. Ai vetëm buzëqeshi me përçmim, i ftohtë dhe i largët, sikur gjithçka mes tyre të kishte qenë një gabim i vogël që tashmë ishte korrigjuar. 3 vite më vonë, jeta i kishte çuar në drejtime krejt të ndryshme. Ai kishte ndërtuar një perandori. Ishte bërë simbol i suksesit, një burr që kishte gjithçka që mund të blihej me para, pushtet, pasuri dhe admirim. Çdo hap i tij ishte i sigurt, çdo vendim i llogaritur, nuk kishte vend për emocione në botën e tij. Ajo, nga ana tjetër, kishte humbur gjithçka. Kur ai hyri në restorantin më luksos të qytetit, nuk priste që e kaluara ta godiste aq fort. Dritat e kristalta ndriçonin sallën, ndërsa klientët e pasur qeshnin lehtë, të rrethuar nga eleganca dhe luks i tepruar. Ai u ul në tavolinën e tij të zakonshme, i bindur se gjithçka ishte nën kontroll. Derisa e pa. Ajo qëndronte përpara tij me një shishe vere në dorë. Uniforma e thjesht nuk arrinte të fshite lodhjen në fytyrën e saj. Flokët e lidhura shpejt, lëkura e zbehtë dhe sytë që dikur shkëlqenin nga dashuria, tani ishin të mbushur me dhimbje. Dhe mbi të gjitha barku i rumbulla kosur. Ajo ishte shtatzën. Koha u ndal për një moment. Ai nuk mund ta besonte atë që shite. Gruaja që dikur kishte jetuar në luks, që kishte qenë pjesë e botës së tij perfekte, tani qëndronte përpara tij si një kameriere e lodhur, duke mbajtur një jetë të re brenda saj. Ajo foli me një zë të qetë, profesional, por ai e ndjeu dridhjen e fshehur pas tij. A dëshironi ta hap verën, zotëri? Ai nuk mund të përgjigjej. Mendja e tij ishte bosh. Kujtimet e së kaluarës u kthyen me forcë, buzëqeshja e saj në ditën e dasmës, mënyra si e priste çdo mëngjes, si kishte besuar tek ai pa kushte. Dhe mënyra si ai e kishte shkatëruar gjithçka. Ajo u përpoq të largohej, por ai e ndaloi. Nuk mund ta linte të ikte përsëri pa përgjigje. Jashtë, në errësirën e një rrugice të qetë, ata më në fund u përballën. Pse je këtu? Pyeti ai, me një zë që nuk e njihte më si të tij. Ajo qeshi hidhur. Sepse jeta nuk është si në planet e tua perfekte, tha ajo. Sepse jo gjithçka mund të blihet apo kontrollohet. Ai përmendi paratë që i kishte dhënë pas divorcit si një justifikim i dobët. Sytë e saj u errësuan. $50,000, tha ajo me përçmim. Pas 5 vitesh martese. Pas 5 vitesh ku unë lash gjithçka për ty. Ai nuk kishte përgjigje. Ajo i tregoi gjithçka. Si kishte provuar të rindërtonte jetën, si kishte luftuar për të gjetur punë, si ishte përpjekur të qëndronte në këmbë në një botë që nuk e priste më. Dhe pastaj si ishte dashuruar përsëri. Për një moment, zemra e tij u shtrëngua. Por historia nuk ishte ajo që ai priste. Burri tjetër kishte qenë një gënjeshtar. I martuar, me familje. Kur ajo kishte zbuluar të vërtetën, ishte tashmë shumë vonë. Ai e kishte lënë, duke i ofruar para për të zhdukur problemin. Ajo kishte refuzuar. Dhe tani ishte vetëm. Shtatzën e lodhur duke punuar pa pushim për të mbijetuar. Ai ndjeu një peshë të rëndë në gjoks. Për herë të parë në jetën e tij, nuk kishte kontroll mbi situatën. Pse nuk më kërkove ndihmë? Pyeti ai më në fund. Ajo e pa drejt në sy. A e mban mend çfarë më the herën e fundit? U përgjigj ajo me qetësi. Më the që problemet e mia nuk ishin më të tuat. Fjalët e tij u kthyen si një goditje. Ai nuk mund të mohonte asgjë. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Ai e vështroi, duke parë përtej lodhjes dhe dhimbjes, duke parë gruan që dikur kishte dashur, por që nuk e kishte kuptuar kurrë. Para se të largohej, ajo tha diçka që e tronditi thellë. Në spital kam vendosur emrin tënd si kontakt emergjent. Ai ngriti kokën, i habitur. Pse? Pyeti ai me zë të ulët. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj, me një zë të butë, por të mbushur me një të vërtet të thellë, tha, sepse, pavarësisht gjithçka e tij ishte dikur shtëpia ime. Ajo u largua pa kthyer kokën, dhe ai mbeti aty i vetëm, duke kuptuar për herë të parë se kishte humbur diçka që parat nuk mund ta rikthenin kurrë. Së pari për shkak të tij që e braktisi pa mëshirë dhe më pas për shkak të Diegos që e mashtroi dhe e la shtatzën. Dhe megjithatë, kur ju desh të shkruante emrin e dikujt tek i cili kishte besim në rast urgjence mjekësore, ajo shkroi emrin e tij.
Çfarë duhet të bëj, Carmen? Pyeti ai me një zë që për herë të parë pas shumë vitesh tingëllonte i brisht, njerëzor. Varet nga ju, u përgjigj ajo me kujdes. Por nëse më lejoni të them diçka, gjatë gjithë kohës që kam punuar për ju, nuk ju kam parë kur kaq të prekur nga diçka që nuk lidhet me biznesin. Dhe Izabela Morali është e vetmja që mund t'ju bëj të silleni si një njeri i vërtet, jo si një makinë që prodhon para. Ai e pa i habitur. Askush nuk I kishte folur kur kaq drejt për drejt. Çfarë sugjeron? Pyeti ai më në fund. Shkoni tek ajo, tha Carmen. Por jo si milioneri që shkon të shpëtoj një grua në vështirësi. Shkoni si burri që ende e do dhe që dëshiron të jetë më I mirë se më parë. Këto fjalë ndezën diçka brenda tij. Ai u ngrit me një vendosmëri që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Ke të drejtë, tha ai. Por së pari dua të bësh diçka për mua. Ai dha disa udhëzime të qarta, të kontaktonte mjekun më të mirë, të siguronte kujdes për Izabelën pa e bërë të ditur, të paguante qiran e saj në mënyrë anonime. Dhe nëse ajo refuzon, pyeti Carmen. Atëherë do të gjej një mënyrë tjetër, u përgjigj ai. Nuk do ta lejoj gruan që dua të rrisë fëmijën e saj në varfëri kur unë kam mundësinë ta ndryshoj këtë. Carmen heshti për një moment dhe më pas foli me një ton serioz, nëse do të ktheheni në jetën e saj, duhet të jeni gati të qëndroni. Ajo nuk mund të përballoj të braktiset përsëri. Ai ndaloi në derë duke menduar për këto fjalë. Për vite me radhë kishte besuar se dashuria ishte dobësi, se familja ishte pengesë për suksesin. Por tani gjithçka dukej ndryshe. Për 3 vjet kam qenë I pasur dhe I palumtur, tha ai ngadalë. Por ato pak minuta me të më bën të ndihem më I gjallë se kurrë. Ai u largua me një vendim të qartë, do ta rikthente familjen që nuk kishte ndërtuar kurrë. Ai nuk mendonte më për biznesin, për kontratat apo për pasurinë. Mendonte për Izabelën, për dhimbjen e saj, për vetminë e saj, për faktin që ajo kishte vendosur emrin e tij si kontakt emergjent, sepse nuk kishte askën tjetër. Kjo e tronditi thellë. Kur mbërriti sërish në restorant, këtë herë nuk erdhi me luksin e zakonshëm. Nuk donte të dukej si burri që kishte qenë. Donte të ishte dikush tjetër. Ai e pa nga larg. Ajo po punonte duke buzëqeshur për klientët, por ai shihte përtej asaj maske. Shihte lodhjen, dhimbjen, mënyrën si mbante shpinën nga pesha e shtatzënisë. Zemra I rrite fort. Ai u ul në një tavolinë në zonën ku ajo shërbente dhe e priti. Kur ajo më në fund e pa, u ngrir për një çast. Por menjëherë vendosi maskën profesionale dhe ju afrua. Çfarë dëshironi? Pyeti ajo, duke shmangur kontaktin e gjatë me sytë e tij. Duhet të flasim, tha ai qetë. Jam duke punuar, u përgjigj ajo menjëherë. Por ai nuk u tërhoq. E di për Diegon. E di çfarë të bëri. Fytyra e saj u zbe. Ajo u përkul për të marrë bllokun që I kishte rënë nga duart, duke përshpëritur me panik, të lutem, jo këtu do të më pushojnë nga puna. Eja me mua, tha ai. Le të flasim diku tjetër. Ajo u përpoq të refuzonte, por ai nuk ndaloi. Për çfarë punon kaq shumë? Pyeti ai. Për një apartament të vogël? Për ushqim të lirë? Për një klinik ku nuk të trajtojnë si duhet? Ajo e pa e tronditur. Si guxon, tha me zë të dridhur. Si guxon të hysh në jetën time dhe të më gjykosh? Sepse të dua, shpërtheu ai papritur. Fjalët ranë si një rufe në mes të heshtjes. Ajo mbeti pa fjalë. Ai vet u befasua nga ajo që kishte thënë, por nuk mund ta mohonte më. Menaxheri u afrua, I shqetësuar, por ai e injoroi dhe vazhdoi. Ajo është ish gruaja ime, dhe meriton shumë më tepër se sa po merr këtu. Lotët filluan të rridhnin në fytyrën e saj, por nuk ishin vetëm nga dhimbja. Kishte diçka tjetër, një përzierje emocionesh që ajo vet nuk mund ta shpjegonte. Ai I ofroi të largohej me të flisnin qetësisht. Nuk mundem, tha ajo me një zë të thyrë. Nuk mund të besoj më tek ti. Ai uli kokën. Ke të drejtë, pranoj. Por nuk mund të jetoj duke ditur që po vuan vetëm. Nuk mund të jem ai burr që të braktis pa luftuar për ty. Heshtja që pasoi ishte ndryshe. Ishte një heshtje e mbushur me të vërtetë. Më në fund, ajo mori frym thellë. Më jep 5 minuta, tha ajo. Ai ndjeu një shpresë që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Ata dolën bashkë dhe shkuan në një vend të thjeshtë, larg luksit të zakonshëm. Për herë të parë, ai nuk kërkoi verë të shtrenjtë.
porosi ujë si ajo. Ata qëndruan përballë njëri tjetrit në heshtje, derisa ajo foli. Pse tani? Pyeti ajo. Pse u ktheve pikërisht kur jam më e dobët? Ai e pa drejt në sy. Sepse jam frikacak, tha me sinqeritet. Sepse për 3 vite kam ikur nga e vërteta. Por të pash dhe kuptova gjithçka që kisha humbur. Ajo uli syt. Ai vazhdoi, kur zbulova çfarë të bëri Diego, nuk munda ta përballoja. Nuk mund të jetoj duke ditur që të kam humbur dhe që të kanë lënduar përsëri. Ajo mori frym thellë. Diego nuk ishte si ti, tha ajo butë. Ai u habi. Çfarë do të thuash? Ti të paktën ishe i sinqert, tha ajo. Ishte e dhimbshme, por e vërtet. Ai më gënjeu. Ti më the hapur që nuk doje një familje, që nuk doje fëmijë. Fjalët e saj e goditën fort. Ishte e vërtet. Ai kishte qenë i ftohtë por i ndershëm. Dhe tani, për herë të parë, ai donte të ishte diçka më shumë se kaq. Ajo e la të vazhdonte. Ai e bëri të besonte se e donte. E bëri të besonte se dëshironte të ndërtonte një familje me të. Kjo e bëri të mendonte se, këtë herë, kishte gjetur dikë që e shihte vërtet si partnere dhe jo si një zbukurim në jetën e tij. Lotët filluan t'i mbushnin syt. Ajo pyeti me zë të dridhur nëse ai e dinte çfarë do të thoshte të zbuloje se gjithçka ku kishe besuar ishte një gënjeshtër. Të ishe 5 muaj shtatzën dhe mezi të prisje t'i tregoje të fejuarit ultratingullin e bebes, vetëm që gruaja e tij të shfaqej në derë. Ai mbylli syt, duke imagjinuar skenën. I kërkoi falje, por ajo e ndërpreu menjëherë, duke i thënë se nuk ishte aty për mëshirë. Kur ai e pyeti pse kishte ardhur, ajo e pa drejt në sy dhe i tha se, kur i kishin kërkuar një kontakt emergjence në spital, i vetmi emër që i kishte ardhur në mendje ishte i tij. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Zemra e tij rrite fort. Ai e pyeti pse, dhe ajo u përgjigj se, pavarësisht gjithçkaje që kishte ndodhur mes tyre dhe mënyrës si kishte përfunduar martesa, ajo kur nuk kishte dyshuar se, nëse do të kishte vërtet nevojë për të, ai do të vinte. Ai ndjeu një shtrëngim në zemër dhe pranoi se gjithmonë do të vinte për të. Kur kamerierja u kthye, ata porositën ushqimin më të thjeshtë. Pasi mbetën sërish vetëm, ajo i shpjegoi ndryshimin mes tij dhe burrit tjetër. Ai e kishte thyer zemrën me ndershmërinë e tij, sepse që në fillim i kishte thënë se puna ishte prioriteti i tij dhe nuk donte komplikime emocionale. Ajo kishte qenë ajo që kishte shpresuar ta ndryshonte. Ndërsa tjetri e kishte lënduar sepse kishte gënjur për gjithçka, duke u shtirur si njeriu që i duhej, kur në të vërtetë ishte një mashtrues me familje tjetër. Por ndryshimi më i madh ishte se, edhe në momentet më të këqija, ajo nuk e kishte ndjerë kur atë si një njeri të keq, vetëm si dikë që kishte frikë nga dashuria. Ndërsa tjetri ishte thjesht i keq. Ai e pyeti çfarë ishte tani për të. Ajo u përgjigj se nuk e dinte nëse ai kishte ndryshuar apo ishte ende i njëjti. Kur ai e pyeti si mund ta provonte, ajo tha se nuk donte premtime boshe apo të blihej me para. Ai duhej të ishte i sinqert për arsyen e vërtet pse ishte kthyer. Ai mori frym thellë dhe pranoi se gjatë 3 viteve kishte pasur sukses, para dhe gra, por asgjë nuk kishte qenë e vërtetë. Kur e pa atë shtatzën, kuptoi se kishte humbur më shumë se një martesë, kishte humbur mundësinë për një familje. Kjo e kishte shkatëruar. Ai i tha se donte një shans për të qenë njeriu që duhej të kishte qenë, për ta dashur atë dhe fëmijën, edhe pse nuk ishte i tij biologjikisht. Ajo u habit dhe e pyeti nëse e dinte këtë. Ai tha po, dhe se nuk i interesonte. Ai donte të ishte babai që fëmia meritonte. Ajo u përlot dhe e pyeti pse. Ai u përgjigj thjesht se e donte dhe nuk donte të humbiste më kohë. Ajo i kujtoi se jeta nuk ishte film romantik dhe se të bëheshe baba në një situatë të tillë ishte shumë më e vështirë. Ai pranoi dhe kërkoi vetëm një shans për ta provuar. Ai propozoi ta ndihmonte gjatë shtatzënisë, të ishte i pranishëm në çdo vizitë, në lindje dhe çdo moment të rëndësishëm. Ajo e vështroi gjatë dhe vendosi një kusht, nëse do të hynte në jetën e tyre, duhej të ishte plotësisht i pranishëm, jo vetëm kur i leverdiste. Ai pranoi pa hezitim. Ajo i përshkroi realitetin, net pa gjumë, lodhje, vështirësi, dhe ai premtoi se do të ishte aty për gjithçka. Kur ajo e pyeti për punën e tij, ai tha se mund ta menaxhonte nga kudo. Ajo buzëqeshi për herë të parë dhe i dha një shans, por e paralajmëroi se nuk do të kishte një të tretë nëse ai dështonte përsëri. Ai premtoi se këtë herë do ta bënte siç duhet. Në ditët që pasuan, ai ndjeu për herë të parë një qëllim të vërtetë.
Filloi ta shoqëronte në vizitat mjekësore dhe të përfshihej në jetën e saj. Ai hoqi dorë nga luksi i zakonshëm për t'u përshtatur me realitetin e saj. Kur shkoi në lagjen ku ajo jetonte, ai nuk ndjeu përbuzje, por respekt për forcën e saj. Në apartamentin e saj të thjesht, ai e pa bukurinë e saj dhe ndryshimin që sillte shtatzënia. Gjatë rrugës për në klinik, ai mësoi për vështirësitë e sistemit publik dhe u trondi. Ai sugjeroi një mjek privat, por ajo refuzoi, duke i kujtuar se nuk mund të zgjidhte gjithçka me para. Ai e kuptoi dhe vendosi të ecte hap pas hapi. Në klinik, ai pa realitetin e ashpër, pritje të gjata, kushte modeste, por edhe dinjitetin dhe durimin e grave. Kur hynte mjeku, ai pa kujdesin dhe respektin që ajo merrte, pavarësisht kushteve. Mjeku konfirmoi se gjithçka po shkonte mirë dhe se kishin edhe 8 javë deri në lindje. Ai u ndjej i tronditur nga ideja se shumë shpejt do të bëhej baba në një farë mënyre. Ajo e pyeti si ndihej. Ai pranoi se ishte i frikësuar, por edhe i emocionuar si kur më parë. Ajo buzëqeshi dhe i tha se kështu duhej të ishte, sepse të qenit prind nuk është kur e lehtë. Gjatë kthimit, ai kuptoi se për herë të parë përballej me diçka që nuk mund ta kontrollonte me para apo pushtet. Duhej ta fitonte vendin e tij në jetën e tyre çdo ditë. Dhe kjo, në vend që ta trembte, e mbushi me vendosmëri për të bërë gjithçka siç duhet. 3 javë më vonë, ai u zgjua në mes të natës nga frymëmarrja e saj e vështirë. Ajo tashmë jetonte me të, dhe ai e ndjeu qartë se jeta e tij kishte ndryshuar përgjithmonë. Ajo kishte zhvilluar një lloj radari të brendshëm për të dalluar çdo shenjë se lindja mund të kishte filluar. Ai e mirë, pëshpëriti ajo, ndërsa ndezi me kujdes abazhurin. Izabela u ul në buzë të shtratit, me njërin dorë në shpinë dhe tjetrën mbi barkun e saj të madh. Në javën e 39, dukej sikur kishte gëlltitur një top basketbolli, por për Sebastianin ajo nuk kishte qenë kurrë më e bukur. Mendoj se ka ardhur koha, tha ajo me zë të ulët. Në zërin e tij kishte një përzierje emocionesh, entuziazëm dhe frikë e pastër. Ai u ngrit menjëherë, plotësisht i zgjuar. Në javët e fundit, e kishte imagjinuar këtë moment qindra herë. Kishte lexuar çdo libër për lindjen, kishte marrë pjesë në kurse përgatitore me Izabelën dhe kishte bërë gati çantën e maternitetit disa herë. Prej kur i ndjen kontraksionet, pyeti ai, duke u përpjekur të tingëllonte i qetë, edhe pse zemra i rrite me shpejtësi. Që nga mesnata, pranoi ajo. Nuk doja të zgjoja pa qenë e sigurt. Sebastiani u gjunjëzua para saj dhe i kapi duar. Më premtove që do të më zgjoje. Jemi bashkë në këtë. Gjatë 2 muajve të fundit, ai kishte ndryshuar rrënjësisht. Kishte reduktuar punën, kishte mësuar të gatuante ushqime të shëndetshme dhe kishte lexuar më shumë për prindërimin se sa për biznesin. Por mbi të gjitha, kishte mësuar të ishte i pranishëm. Një tjetër kontraksion e përshkoi Izabelën. Ajo shtrëngoi duart fort dhe ai kontrolloi orën. Ata kishin praktikuar këtë moment. 45 sekonda dhe rreth 5 minuta nga i fundit, tha ai. Është koha të shkojmë në spital, shtoi. Por ajo e ndaloi. Sebastian, duhet të them diçka para se të lind baby. Ai u tensionua nga serioziteti i saj. Ajo i foli për ndryshimin që kishte parë tek ai, për durimin, për kushtimin dhe kujdesin e tij. Lotët i rridhnin ndërsa fliste. Çfarë ke bërë për mua është më shumë se sa kam pritur ndonjëherë, tha ajo. Unë nuk kam sakrifikuar asgjë, u përgjigj ai. Kam fituar gjithçka. Një kontraksion më i fortë e ndërpreu. Ai e ndihmoi të merrte frymë dhe ndjeu një emocion të thellë. Shumë shpejt do të njihte djalin e tij, sepse për të ai tashmë ishte djali i tij. Rruga për në spital ishte e mbushur me ankth dhe emocion. Kontraksionet vinin çdo 3 minuta dhe ai i mbante dorën gjatë gjithë kohës. E mban mend çfarë the atë natë, pyeti ajo mes dhimbjes. Që doja të isha babai që ky fëmijë meriton, u përgjigj ai menjëherë. A e di? Ti tashmë je, tha ajo. Në spital gjithçka u kthye në një rrëmuj të organizuar, mjek, infermiere, pajisje, por ai nuk ja lëshoi dorën asnjë moment. Për 8 orë ai qëndroi pranë saj, duke e mbështetur në çdo kontraksion. Po del koka, thiri mjeku. Sebastiani pa për herë të parë kokën e vogël të bebit dhe u mbush me emocione. Me një përpjekje të fundit, Izabela solli në jetë fëmijën. Është djalë, tha mjeku. Dhoma u mbush me të qarat e para të foshnjës. Për Sebastianin ishte tingulli më i bukur që kishte dëgjuar ndonjëherë.
Babi, do ta presësh kordonin, pyeti infermierja. Ai ngriu për një moment, po e thërrisnin baba. Pastaj, me duar që i dridheshin, e preu. Kur ja vendosën foshnjën në krah, ai u ndje sikur zemra do t'i ndalej. Ishte i përkryer. Përshëndetje, i vogli im, unë jam baba yt, përshpëriti ai. Izabela e mori në krah dhe e vështroi me dashuri. Si do ta quajmë, pyeti ajo. Mateo, sugjeroi ai. Do të thot dhurat nga Zoti. Ajo buzëqeshi. Mateo më pëlqen. Dhe do të ketë mbiemrin tim, shtoi ai me vendosmëri. Ajo u përlodh. Ke të drejtë. Ai është djali yt. Në atë moment, jeta e tyre ndryshoi përgjithmonë. 6 muaj më vonë, Sebastiani ishte ulur në dyshemen e shtëpisë së tyre të re, duke mbajtur Mateon në prehër dhe duke i lexuar një libër. Kjo është Mace, tha ai. Mateo belbëzoi dhe ai qeshi. Izabela hyri me 2 filxhan kafeje dhe u ul pranë tyre. Ajo kishte filluar punë si mësuese arti dhe ishte më e lumtur se kurrë. Si ishte dita, pyeti ai. E mrekullueshme. Nxënësit po punojnë për familjet jo tradicionale dhe mendova për ne, tha ajo. Ne jemi pikërisht të tillë, u përgjigj ai. Një ish milioner që u bë baba me kohë të plot, një artiste dhe një bebe me babain më të përkushtuar në botë, tha ajo duke qeshur. Sebastiani e pa Mateon dhe buzëqeshi. Nuk do ta ndëroja këtë jetë për asgjë. Po çfarë ka rëndësi vërtet, pyeti ajo. Ai pa përreth, lodra, rëmuj, jetë e vërtetë. Kjo, tha ai. Kjo familje. Ai kujtoi natën kur mund të kishte ikur pa e përshëndetur. Vetëm për 2 sekonda kishte menduar të largohej. Por nuk munda, tha ai. Sepse të dua ende. Izabela buzëqeshi. Edhe unë. Ajo e mbajti Mateon në krah dhe tha, e di çfarë është më e çuditshme, që gjithçka e keqe që më ndodhi më solli këtu. Ajo kishte mësuar të ishte e fortë, të mos varej nga askush. Dhe tani ishte me të sepse donte, jo sepse kishte nevojë. Dhe kjo e bën dashurinë tonë më të fortë, tha ajo. Ai e puthi lehtë. Ju dua të dyve më shumë se çdo gjë, tha ai. Ndërsa dielli perëndonte dhe shtëpia mbushej me dritë të artë, Sebastiani kuptoi se kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën. Jo pasuri, jo sukses, por dashuri, qëllim dhe një familje. Dhe për herë të parë, ai ishte vërtet i pasur.